Netët e pejes përgjatë këtij muaji fisnik janë më të gjallëruara. Heshtja e ditës do të kompenzohet e dyfishuar gjatë natës. Namazi i teravive është ëmbëlsia e këtyre netëve të bukura për një pjesë të madhe të besimtarve. Apo siç shprehen ata, ajo shërben për dëlirësinë e zemrave të tyre. Namazi i teravis është ka kuptim shpirtëror, po mendon spari, masandej gjithë duat që i bojmë Allahin në këtë muaj të madh të Ramazanit, inshallah, na ka pranuar e përsa to mundohem këtë muaj të madhënishëm të bëjmë sa më tepër ibadet. Dimon Allahin me ngjinu me krejt nimetet e mira, me tonat mirat e dynjes. Ziqa me tonë ka shumë të mira, po mi ngjezor është. Në pej përgjithësi, qysh është atmosfera për namazin e teravih? Pej ma bukur zvon hiç. Me pej asnjë qytet Kosovë nuk është ma bukur se peja. Hiç. Kënaqësia e madhe bën që përkundër moshës të e harrojnë edhe lodhjen. Kur njeri me ti ka të kur falësie nuk ka, jo një orë, dhe 2 orë, 3. Ma i pare vit, ma i mami dalës. Falësh rregullisht të Ja, mashallah, fort mirë. Kundra e viteve jonë shumë shkëlqisme. Këtë atmosferë të teravive po e shijojnë edhe fëmijët e vegjël. Ata shprehen të kënaqur që ndjekin me besnikëri rrugën e drejtë të paraardhësve të tyre, dhe se qëllimi i tyre është arritja e kënaqësisë së krijuesit. Jam që keni kaluar në teravi? Mirë. Shumë mirë. Sa rekate i keni fal? E krejt i kena fal. A faleni rregullisht tek xhami? Po. Sa kënaqeni kur të faleni? Kënaqna shumë se edhe gjyshi o falë ramet i pa spirti, e më kam mësu mu falë e krejt. Që? Unë e baj për Allahun, për me shkun xhenet për Allahun.